إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi i qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbëlltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht të përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën arkëtari besnik dhe gruaja e matur. Vëllezër të dashur, nga çështjet të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme që ne t'i dijmë, është edhe ajo se arkëtari, ai që menaxhon me pronat publike, pronë që nuk është e tij individuale, personale. Nëse ai e kryen atë me sinqeritet, me drejtësi, besueshmëri, ka një vlerë jashtëzakonisht të madhe të Allahu i lartësuar. Njëjtë vlerë të madhe ka edhe ajo grua që shpenzon nga pasuria e burrit, por jo duke e tepruar dhe dëmtuar burrin, por me maturi. Ta shohim çfarë paskan, vërtet madhështore. Një nga këto vlera tregon ky hadith i pejgamberit sallallahu ku thot: An Ebi Musa al-Ash'ari radiallahu anhu qal, transmeton Ebi Musa al-Ash'ari se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Idha anfaqatil mar'atu min ta'ami baytiha ghayra mufsida, nëse gruaja shpërndan nga ushqimi i shtëpisë së saj, mirë po duke mos e tepruar, me maturi, me leje paraprake, me maturi, kana laha ajruha, e merr sevapin, e merr të mirën, sikurse me qenë e asaj ajo pasuni. Shif, ajo se ka fitu, burri e ka fitu. Po kjo pse e shpërndan, e merr sikurse kjo ta ketë fitu dhe të ketë dhënë sadaka. Kjo është shpërblimi. Wa li zawjiha ajruhu. Njëjtë sa merr burri sadaka që e ka fitu, aq merr edhe gruaja që e ka shpërndan. Wa lil khazini mithlu dhalik. Shifni çtash. Walil khazin mithlu dhalik. Dhe arkatari i sinqert dhe besnik merr sevapin kurse kretat pasunin është e atij dhe e ka dhënë sadaka. Paramendoni. Do të thonë, je arkatar, edhe ke lëviz miliona me sinqeritet, me besueshmëri, sa marrin sevap ato që i kanë dhënë ato pare, aq merr edhe arkatari i sinqert edhe i besueshëm. Sikurse me qenë pasuritë dhe ka dhënë sadaka. La yankusu ba'duhum ajra ba'din shay. Kjo është rëndësishme. Dhe nuk i paksohet sevapi asnjënit. Ati që e ka dhënë, pse i shpërndahet gruas apo arkatarit, e kanë të gjithë njësoj. Nuk i paksohet atij tjetrit sevapi as pak. Pra, ky hadith na mëson se çdo vepër
e cila është me karakter publik, nëse ajo kryhet me ndershmëri, mirësit janë marramendse. Qoftë gruaja e cila shpërndan nga pasuria e burrit të saj, qoftë arkatari dhe çdo kush tjetër që vepron si ta. Këto vlera dhe këto mirësi nuk janë të veçanta vetëm për gruan apo vetëm për arkatarin. Nuk janë të veçanta për ata vetëm. Por se këto vlera, këto mirësi hynë çdo njeri i cili udhëheq dhe menaxhon një post publik. Qoftë ai shtetëror, qoftë i karakterit civil, xhamit, shoqatat, organizatat e ndryshme. Pra këtë sevap e ka çdo njeri që investon nga koha e tij, nga mundi i tij dhe menaxhon me një institucion, me një organizat e cila ka karakter të dobisë shoqërore. Mirë po me kusht të jetë i sinqert edhe besnik në detyrën e tij. Lusë Allahun e madhruar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na mundsoj neve ja Allah. Mundsova fëmijëve tonë, mundsova gjithë besimtarë, o Zot, që të mbartin përgjegjësi publike dhe të kryejnë ato me sinqeritet, me nder dhe besnik në to, e pastaj të jenë ata sebeb e të fitojmë kënaqësinë tënde. Amin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu wa tubu ilayh, innahu huwa at-tawwabur rahim.